Nikola Sandulovic, kryetari i Partisë Republikane Serbe, ka shpërndarë në rrjetet sociale një fotografi nga pyetja e djeshme e liderëve shtetëror në Moskë. Aty shihet se ku ishte vendosur presidenti serb Aleksandar Vučić në raport në udhëheqësitë e tjerë të botës. Ja sa vlen në politikën reale ndërkombëtare diktatori i çmendur serb Aleksandar Vučić, ulur në rreshtin e fundit pranë padronit e tij Putin, ashtu si edhe në të gjitha takimet e tjera të rëndësishme ndërkombëtare, ku mblidhen presidentët e vendeve, shkroi ai. Vetëm në Serbia i mund të paraqes veten si një figurë të rëndësishme politike në skenën ndërkombëtare me gënjeshtra, trillime dhe mistifikime personale, por ndryshe në ato mbledhje gjithmonë shihet qartë se çfarë mendojnë për të dhe si e trajtojnë, ka shkuar Sandulovic. Kujtojmë se Vučić ka shkuar në Moskë për të marrë pjesë sot në paradën e madhe ushtarake në sheshin e Kuq, me rastin e përvjetorit të 8 ditë të fitores kundër fashizmit. Vučić ka deklaruar se vizita e tij në Moskë është e rëndësishme për arsye konkrete dhe racionale, përfshirë çështjet e energjisë dhe marrëdhënieve dypalëshe, por se në vendet e mirëkuptimit nga perëndimi, po përballet me kërcënime dhe përpjekje për friksim.